Drejtoria e standardeve profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka pezulluar menjëherë nga detyra inspektor SHQ dhe inspektor IL, me detyrë trup shërbimi trafiku urban interurban në seksionin e trafikut urban interurban në sektorin e policisë rrugore në DVP Fier. Ky pezullim erdhi pas videos së postuar në rrjetet sociale ku duken dy punonjës të qarkullimit rrugor, njëri prej të cilëve dyshohet se ka marrë rishfet nga drejtuesi i automjetit për të shmangur masën administrative. Sipas njoftimit për shtyp të policisë, dy inspektorët u pezulluan për shkelje disiplinore të parashikuar në ligjin për policinë e shtetit, kryerja e veprimeve që cënojnë rënd imazhin e punonjësit të policisë, institucionin apo shërbimin policor në tërësi. Pezullimi disiplinor u bë pasi duke qenë në shërbim, kanë kryer veprime në shkelje të procedurave standarde të punës gjatë kontrollit të një drejtuesi mjeti, si dhe dyshohet për kryer të veprimeve korruptive. Gjithashtu nga Drejtoria e Standardeve ndaj këtyre punonjësve ka filluar hetimi disiplinor për shkelje të rëndë. Policia e shtetit është e vendosur të ndërshkojë cilin do punonjës policie që cënon imazhin e policisë apo shpërdoron detyrën.